Hey, mirë se vini në pushime on top. Vera kalon gjithmonë më shpejt se që planifikon. Sidomos kur kalon nga një valigje në tjetrën. Kemi qenë nga deti në mal, nga qyteti në fshat. Dhe më në fund, ose jo më në fund, po për fat keq jemi në fund, jemi në hapin e fundit. E fundit fare, jo, nuk është kjo. Kemi akoma shumë energji për të ndarë, kështu që mos u lëshoni, kemi akoma shumë për të parë, shumë për të treguar. Jemi në Zoma by Equos Resort, një oazë mes gjelbrimit, shumë pak minuta larg Tiranës. Dhe që atmosfera të plotësohet dhe ne ta shijojmë deri në pikën e fundit, duhet bëjmë një ritual tani me Aperol Spritz, aperitivin perfekt italian që na ka shoqëruar gjatë gjithë sezonit. Ngjyra portokalli që na ndjek kudo dhe shija më unike e kërkuar nga e gjithë bota, Aperol Spritz. Dhe mos harrojmë një bashkëpunëtar që na ka shoqëruar dhe ky gjatë gjithë sezonit, kutinë misterioze të Flying Tiger, që sot ka në brendësi një objekt që tregon gjithmonë të vërtetën edhe pse ndonjëherë nuk na pëlqen shumë, ajo e vërtet që tregon. E zbulojmë në fundeni sepse kemi një episod me plot adrenalin. Le ta ndjekim. Sërish në plazh, unë dhe çanta ime Erila Stil. Sepse siç e dini, si çdo tradita, çdo të premte, ne vim në një nga qytetet e Shqipërisë për të bërë lojën fantastike, aq shumë të pëlqyer nga të gjithë ju. Kush do të bëhet pjesë e lojës sime sot? Dhe do të mundem unë së pari t'i gjej moshën, djalit apo vajzës, dhe ndonjë nga pushuesit këtu? Se nuk e dim, ndaj duhet më ndiqni, e jani. Dhe me zotin? Klaudian, Sushtarova. Oke, ti je nga? Nga Tirana, po rrim Stockholm, Suedis. Sa vite ke andej? Kam 10 vjet atje, Stockholm. Që i bie ke shkuar diku te 20 e pak? Kam qenë 10 vjet në Itali, 10 vjet Stockholm. Oke, këtu më humbe. Atëherë po të pyes direkte sa vjeç je? Mos e them moshën, më ta them. Jo, mua mund na thuash. Mund ta them, 37. 37, po nuk dukesh për 37, unë 23 që do të thjem. Po, jam i vogël, unë jam me 3 fëmijë. 3 fëmijë? Sa vjeç i ke fëmijët? Kam 6 vjeç çunin e mesëm, 7 vjeç goca dhe 4 vjeç çuni i vogël. Po pse e nise nga çuni ti? Nga çuni se ne shqiptarë kemi çik me çuni. Që ke mërzitur me thon kur linda gocë? Jo. Po si pra, ti e nise nga çuni? Gocën e do ta thon funit se kam në zemër. Okej, mirë, tani më pëlqeve. Un kam një lojë për ty. Nëse ti pranon që dikush këtu në plazh të dëgjej moshën, fiton automatikisht këtë çantën e Erila Stilit me produkte që në fakt i bëjnë mirë të gjitha moshave në shtëpi për të mbrojtur nga këto rrezet e diellit. Do luajmë bashkë? Po, do luajmë. Atëherë, po besoj që asnjëri urdhëro moshën. Ai unë uroj që të ta gjej ndonjëri, po. Mund të shkojmë në ku të më pyesim. Ja, tani do endemi në përdet të dy së bashku. E gëzosh çantën. Ecim po, të shkoka shumë, hajde. Do luaj me xhaxhin? Hajde luaj me xhaxhin. Ha mos ma prish. Se edhe kështu në Terezin tënde dhe unë shuhem që i prish Terezin njerëzve. Historikisht këtë punë kam bërë. Do si do mos i dërit. Po tani si fillim do të pyes ty një herë si e ke emrin? Yli. E gëzofsh, sa vjeç jeni juve? 70. 70? Po si ja bëni ju që keni fytyrë kaq të pastër, lëkurë kaq të mbrojtur? Apo është merita e gruas, besoj, nuk se? Po punove me djers dhe i ndershëm. Dhe gruas, e? Po punove me ndeshmëri gjithnjë i pastër nga gjitha gjërat. Ashtu qoftë si gjithmonë. Tani unë kam një lojë për juve. Ju duhet të gjeni moshën e këtij djalit që unë kam me vete, që bën mirë të më dalë një çik më afër se më duket nga dielli nuk ju sheh mirë zotria. Duke bërë ca pyetje. Është rreth me ose mbi 30-at. Mbi 30-at, po duhet më japësh moshën tani mua. Ti mund ta pyesësh për shembull, unë po të ndihmoj. Ja, u bë serioze gjendja. Mund për shembull ta pyesësh në jeton në Shqipëri, në ka fëmijë. Po ja po ta them unë. Djali këtu, edhe pse nuk duket, ka 3 fëmijë. Ka 2 djem dhe 1 vajzë. Shumë vite të jetës së vet, i ka
në emigrim, ka janë 20 vite në emigrim. E mo? Sa ke fëmijën e parë? 7 vjeç është goca. Do pesa ma me 35. Do t'jap një shans të fundit. Të thash ka 20 vite në emigrim. Se pyet dot kur ike, buri dheut? He mo? Kur i ke mo? 17 kam i. He, sa vjeç është? 17 po thashë, bre, u thash 38 thash një. Mos është 38, mos e 20 me 17. 37. Po i mirë, po unë ta thënë parë, pa të pytur. A, një vit gabove, një vit. Kështu që e meriton. Bashkë me zonjën, Doni 37 kur po diskutojmë. e meriton. Kështu që edhe me qënë se shoqë që ke skuqur një qik, se fytyrën e ke xham, po te nga trupi, sigur s'ke përdorur shumë produkte, më duket. Kemi përdor, ja, por nga jeni ju, jeni nga cili qytet? Ne jemi nga Korça. Gjitha ose nuk më gënjen veshi. Si në vetë Korçës tu kemi shumë ato. Si keni shumë qef, e po ja që i fitove dhe fitove më të mirat. Ti ke fituar të çantën, që ka brenda 2 produkte, një me një krem të cili mund ta përdorësh gjatë kohë. Ta më marri profesionin e shoh. U vetë ço. Ti gëzoni, Rofsh si u vënë ato që edhe një herë dhe i mbushi tërë këta, kështu me çantë. Të paktën mos këtë që kanë çantë se ato çantat. po, i ka të bukura çantat. I ka edhe çantat e bukura dhe produktet shumë të mira. Kështu që i gëzofshi pushimet të mbara. Faleminderit që u bët pjesë e lojës. Çik si pa dëshirë, po u bë rama. Kjo është goca ime Aurora. Që ti harrove edhe the të mesit. Po, e thash mesit, po, duhet të thënë e funit për ta Ajo është ëmbëlsirë. ëmbëlsira. Dhe unë do i them, Ne jemi 3 vëllezër dhe unë e prisha shumë një vajzë dhe kisha shumë dëshirë dhe ja, Aurora. të them një sekret. Kur kam qenë në vogël, diku te 6 ose 7 vjeç, mendoja që kur të rritem, nëse do kem një gocë që nuk e kam akoma, emrin do ja vë Aurora. Kështu që nëse mua më del një gocë me emrin Aurora, njësoj e bukur me kaçurela si puna jote, unë do jem goca më e lumtur në botë. Okej. Do të gjej prap kur të bëhem me gocë dhe t'ja vë emrin Aurora, do t'i them, ja, kjo është vajza që unë zgjodha të vija emrin. Dhe të përqafoj një çik? Qa, po e pak? Çfarë bëni një shehu të premte në shëllitoren e Sarandës? Po kuicin e Max Optikës, ç'të bëj tjetër? Ja ku jam me syze dhurat për atë që do të gjej përgjigjen e 5 pyetjeve pikante. Si çdo të premte, jam në kërkim të situatave dhe të përgjigjeve fani. 5 pyetje pikante, shumë humor, shumë argëtim, na ndiqni në vazhdim. Sa bakshish ke kap sot? 100.000 lek. Vjetra. Vjetra. Nga kush? Ai klientët, Kush më shumë? Kush lën më shumë? të huaj. Lek, ë? Lek, Jo euro. jo euro. Është futur leku gjithandej. Është Vetëm lek, forcuar. vetëm lek. Tani Po euro fare. nuk funksionon më. Nuk funksionon, ka dalë. Ka rënë shumë. Ka ta hedhësh në det. Ka edhe në Dytët? dhe sa marrin. Hello. Elenika. Puto kseris. Tani do të bëj disa pyetje që të fitoshin palë syze. E njeh këtë brandin? Jo. Po si do i fitosh ti këto? E do ta mësoj tani. Max Optika është brandi i syzeve optike dhe të diellit më i famshëm në gjithë rajonin, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në Greqi. Kur të shkosh aty te shoqeve, do i thuash që Po. çfarë do i thuash? Kam marrë më të mirat. Shumë mirë. Juve ju mungon një palë syze. Kush do i provoj të shofi një herë? Të shoh. Ti ku i ke? Hape çantën. Ti do i kesh më të bukra nëse e fiton. Bukra. Jo, sa të shkojnë edhe me outfitin. Provoj një herë në sy. Kam i shkojnë? Shkon dhe kjo bila spinku. Au! Tani kam 5 pyetje pikante që duhet i përgjigjesh saktësisht. Okej, ta provoj. Sa gati je? Shumë gati. Derisa dalova, Ka kokë, ka edhe pil. Çfarë është? lepu. Jo. Ka Kjo parë? shkon.
Jo, për sirlaps. Ka kok, ka dhe pil. Si ka të dyja bashkë, një anë Mas kok. në anglisht i herë. Oh, po tani ku e Çfarë diun bie kokë anglisht. dhe ti? Çfarë është pi? Pil është një faqe dhe faqja tjetër është koka. Mbarova dhe universitetin dhe se ti vazhdoj. Ka kokë, ka dhe... Qysh e the? Pil. Që është ajo? Ne themi koka pil, themi leku. Të moj. S'po kujtohet, s'di. Kartë monedhë. Karta e telefonit. Jo pin, pil. A keni portofol me vete? Kam. Të nxjerrësh ke kështu monedha? 5 lekë. Po i me ishja s'ka? Edhe një mishë, po 500 që është më Ato mirë. do Është ti. më mirë. Monedhe. Okej, pyetja e dytë. E ke parasyve dhe prapse shef? Jo, unë se mua më shefet. Po jemi kaq zjurë në atë keqe. Ku e? Se e ke të në gojë e ke, po nuk ke thu dorë. Çfarë? Parasyve nuk e shoh. Hunda. Se shoh hundën. Se shef ti mundën kështu, dym një sy? Dale. O e shifëm se kanë të madhe shife. Nuk e një këta... Çe ke parasysh Brueli dhe nuk sheh. Di. Ndihmoj çik ti, se më Po mal. ti duhet, po bravo, se ti je e vogël dhe mbase e ke shumë larg atë. Kurse ti je afruar, çik më shumë se kjo. Ah, the future, si thuhet. Oh, zoti gjetë. A mos po më vjen në shqip. Future. Ardhmja. Ardhmja. Është e ardhmja, more. Apo mirë, po tani. A e ke parë ndonjëherë të ardhmen në letra, në filxhan? Jo, më kus, nuk i besoj këtyre fare. Mirë, shumë. Vazhdo fjalën e urt. Po të lau, të leu dhe bishtin ta kreu, kujdes se hapsyt se Po të lau, të leu, bishtin ta kreu. hapsyt se Ta hodhi. kush është e mirë në shprehje popullore? Babin e ka të shmendur pas po. Okej. Po të lau, të leu dhe bishtin ta kreu, hapsyt se Të ngrejë. Më duket se është lopa. Jo. E gjeta? Jo. Unë e kuptoj si është ajo, po është çik si me speca ajo. na, si është? Do më ta futi i themin e. Tani si mund të Delia, Delia. Po që... O gatë, është e thënë me. Po të lau, të leu, bishtin ta kreu. hapsyt se Të... Të ngrejë. si? Të ngrejë. Nuk e di, nuk e li të fare. Po të gënjeu? Të gënjeu. E bie. Kaloj se lam nam, kaloj. Vetëm bie, asnjëherë nuk ngjitet. Jetë nuk gjitet. Qeriu. Kush? Qeriu. Technically, bie nuk qitet. Shiu. E gjeti. Shiu nga, ja, shi. Po jo, shiu technically. Jo, Avullon, jo, që jo, që po- kthehet mbrapsht dhe vjen mbrapsht. E po jo, në formën e tij të parë nuk Po bie. mirë, në dhe formën nuk e ngjitet. E pyetja e fundit. Dini gjë goca se çfarë ndodhi nga ora 8 deri në orën 9 sot në mëngjes? Air. Stuja. Çfarë ndodhi sot? Asgjë veçantë. Kam qenë gjumën. Kam qenë gjumë për Zotin. Desh në ka O marrë për eras. protestën po flet, o për stuhin. Po. Jo, 8 me 9 është e përcaktuar, nga ora 8 deri në 9. Ka ardhur ujë të shtëpia, më duhet se kam kap dot. Për Zotin. Të mëngjesit? Çfarë ndodhi? Unë isha në gjumë. Pas që nuk ndodhi. Kaloj një orë, pra kaloj një orë. I'm sorry, you lost. 12. S'ka gjë. Ka gjë, më vjen keq. S'ka problem. Vjen mbrapsht, po mos i bëjmë. Faleminderit shumë. Jeni shumë të mira. Faleminderit. Nam nam. Bye, bye, ciao.